Shtrati i lumit Kir pranë lagjës së Mark Lula dhe përballë Kuçit është bllokuar plotësisht nga inerte dhe mbeturinat urbane. Para disa javësh e kemi paralajmëruar këtë situatë, por fatkeqësisht asnjë institucion në Shkodër nuk ka reaguar ndaj këtij alarmi për një katastrofë të mundshme mjedisore. Aktualisht, mbi 700 metra të shtratit të lumit janë pushtuar nga mbetjet ndërtimi, goma të përdorura dhe mbeturina të tjera, duke kthyer këtë segment të lumit në një landfill të hapur. Pamjet e filmuara para ditën e së dielës tregojnë se persona të pa-identifikuar kanë zgjedhur si zgjedhje djegjen e këtyre mbeturinave me vatra zjarri që ende lëshojnë tym. Krahas ndotjes vizuale, era e rënë dhe pellgjet me ujë të ndotur janë kthyer në burime reale infeksionesh për qindra banor që jetojnë aty pranë, përfshirë dhe komunitetin rom. Kjo situatë që zvaritet për më shumë se 30 vitesh, nuk kërkon vetëm një ndërhyrje emergjente, por dhe një plan të qëndrueshëm, pastrimi dhe kontrollimi të vazhdueshme, por që ka munguar e vazhdon të mungojë. Me fillimin e shirave dhe rritjen e prurjeve të lumit Kir, të gjitha këto ndotje do përfundojnë në lumin Buna, përmesuar së Bachallekut, duke rrezikuar që të shndrohet në një krizë mjedisore me përmasa të mëdha. Është koha për veprim, pastrim simbolik nuk mjafton më. Kjo gjendje kërkon një përgjigje të menjëhershme, serioze dhe të koordinuar nga Bashkia e Shkodrës dhe institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit. Nuk mund të flasim për një Shkodër të pastër nëse periferia e saj përballet me një situatë kaq alarmante. Deri më sot kjo ndërhyrje ka munguar, kemi arritur në një pikë ku shtrati i lumit Kir është zënë mbi 700 metra, duke rrezikuar seriozisht një katastrofë të vërtet mjedisore. Çfarë pritet tjetër përballë kësaj gjendje për të ndërhyrë?